Përshëndetje miq, arrestimi i Nicolas Maduro nga forcat speciale amerikane dhe dërgimi i tij në një burg në New York ka tërënditur planetin dhe është zhvillimi më i madh, debati më i madh politik, geopolitik dhe geostrategjik i planetit. E gjithë bota është tërënditur dhe mediat ndërkombëtare janë duke diskutuar sot çështjet e sovranizmit, çështjet e të majtës, të djathtës, globalistëve, të sovranistëve, çfarë po ndodh në fakt realisht, çfarë sinjale zhvin nga arrestimi i Maduros dhe si do të ndikojë kjo në botën e ardhshme, e cila pas një diskutim nuk do të jetë e ngjashme me ata që ka kaluar deri tani. Si do të ndikojë ky arrestim tek e ardhmja e planetit dhe tek marrëdhëniet ndërmjet Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe rivalëve të saj më të mëdhenj, Rusia, Kina dhe hemisfera lindore. Si pritet të ndikojë në Ballkan dhe në Shqipëri, si po lëvizin lojtarët e Tiranës dhe si po përgatiten ata për këto zhvillime të reja. Të gjitha këto do t'i flasim sonte në kanalin Krishnik Osmani në YouTube në orën 20:00.